أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, falën dhe ndihmën vetëm për Tij kërkojmë. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër e të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi duke biseduar rreth jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për jetës së tij e nxjerrim një mësim edhe praktik dhe e shohim duke u manifestuar një ligj hyjnor, një ligj kozmologjik i Allahut Azza wa Jall. Dhe shohim që qysh nga dita kur u bë pejgamber Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e deri tash këtu ku kemi mri në betejën e Tebukut për në vitin e 9, janë dikur gati 22 vjet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë vazhdimisht i sprovuar. Dhe ashtu njëjtë edhe shokët e tij, sahabët, e kushdo që ka ecë rrugës tij, kanë qenë në vazhdimsi të sprovuar nga në forma të ndryshme, do thotë. Dhe me sprova nga më të ndryshmet, ky një mesazh që na bën të qartë neve se ndjekja e rrugës së xhenetit nuk është diçka e lehtë. Na jep një mesazh që me qenë në grupën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është diçka e njëjtë, nuk është diçka e lehtë. Allahu mëshiroft dietarët tanë që na kanë tregu dhe na kanë thënë se Ahlus Sunneti pra janë mes teprimit dhe neglizhencës. Pra Ahlus Sunneti, ndjekësit e rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë në mes teprimit dhe shpërfilljes. Ndërsa ata që janë jashtë kësaj rruge janë të dhënën pas këtyre dy karakteristikave, ose kanë teprim ose kanë shpërfillje. E qysh me ditë njeriu a është në çështë rrugën tamam të duhur, pasi që kudo me qenë kime u akuzu, kime u etiketu prej dikujt që gjoja se e kin një ekstremizëm, ose pe ati tjetrit që është ma ekstrem, në anën e ekstremit pra, gjoja se kish përfilin dinin e Allahut Azza wa Jall, qysh me ditë njeriu se është pranë qatë mesin e artë, mjafton vetëm thjesht me u kthy parimeve që i kanë përcjell dietarët e sunetit pra, që ne i kanë përcjell nëpërmjet librave, ne i kanë përcjell nëpërmjet dijes, dhe nëse gjendemi në ato parime, atëherë e dim se jemi në rrugën e drejtë, në mesin e artë, aty ku na lyp Allahu Azza wa Jall. Ahlus Sunneti kur do thotë nuk kanë shku me njerëzit e dëfrimit në dëfrimet të tënve, nuk kanë shku me njerëzit e bidatit në bidatet të tënve, por e kanë ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila tham pra se tash sa jemi duke spjegu, duke përmend, tham që në vazhdimsi është me sprova, në vazhdimsi. Prej ditës kur i ka zbrit shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë i shoqëruar me sprova prej Allahut Azza wa Jall, e edhe ato sot pra çka do t'i flasum janë sprova. Prandaj çdo besimtar le ta ketë këtë parasysh, sepse nuk
nuk të lejon Allah Azza wa Jall ti me thënë besova e pastaj mos më të sprovu për çato që po thu besova. Nuk të lejon me thënë unë jam ndjekës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e masne mos me të sprovu aje për një men ndjekës i tij. Prandaj besimtari duhet të jetë syçel, duhet të jetë mendje mpreht, duhet të jetë larg gafletit, të jetë pra ta ketë mendjen e kthjellët që mos më ra në sprova çka si takojnë. Realisht mos më ra në pozita që si takojnë. Kemi përmend në takimin e fundit kur kemi folë për sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se qysh pejgamberi alaihi salam gjatë këtij rrugtimi një mëngjes kur u nal diku me ndru abdesin e tij, muslimant e panë që s'është pejgamberi alayhis salam aty dhe fillun me fal namazin e sabahut dhe i dhanë përparësi për imamllëk Abdurrahman ibn Aufit radhiyallahu ta'ala anhu. Pejgamberi alayhis salam mu fal mbrapa tij dhe në fund ju tha ahsantum ose asabtum, keni bë mirë, keni bë të qelluarën. Atë ditë pejgamberi alayhis salam kur ish një ditë para se me arrit në vendin e ku do të lëshonin, do thot tendat e tënve afër Tebukut ose në Tebuk, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve, tha innakum sata'tuna ghadan insha Allahu ayna Tebuk. Tha nesër me në dasht Allahu azza wa jall, tha keni me arrit në burimet e Tebukut. Wa innakum lan ta'tuha hatta yudhi an-nahar. فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. Tha nuk keni me arrit aty derisa dvi do më thënë mesdita e kush të shkon, nëse ka dikush që shkon i pari, mos ta prek ujin e saj pa ardh une. Mos ta prek pra ujin e burimeve të Tebukut pa ardh une. Dhe ky është një mesazh, pra një urdhres për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të njëjtën kohë dhe sprovë për muslimant se sa po i nënshtrohen urdhresës së tij. Dhe tregon Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, thot atë natë don pas një dite të lodhshme me marshim të ushtrisë dhe eci gjatë natës, kur u bë dikur vonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendosi me ushtrinë e tij që të binë dhe të pushojnë. E tha men yaklauna al-layla, tha kush do të na ruan neve sot për minajt gati, domethënë për namazin e sabahut. Edhe Bilali radhiyallahu ta'ala anhu u paraqit vullnetar dhe tha pejgamberi alayhi salam e pyeti një herë, tha idhen tanam, tha mos nashta pahiri ka më të zënë gjumi. Mirë po, Bilali radhiyallahu ta'ala anhu insistoi. Por ndodhi sërish që Bilalin e zuri gjumi dhe nuk i doli gjumi askujt derisa lindi dielli dhe nisen me u ngrit, me u zgju pej gjumit disa pej sahabeve. Ja nisen me fol me zveti derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u zgju nga gjumi dhe ju tha if'alu kama kuntum taf'alun wa kadhalika yaf'alu man nama aw nasi. Tha veproni çashtu qysh keni vepruar çdo ditë. Sikurse kur jeni çu domethënë me fal namazin e sabahut në vaktin e vet. Veproni njëjtë. Merrni abdesin njëjtë, falni sunetin njëjtë, çashtu falni farzin njëjtë, sepse kështu duhet të veproj ai i cili ka flajt ose ka harru. Pa një person që e zë gjumi gjatë kohës peset hyn koha namazit derisa del, edhe i del gjumi apo nuk i kujtohet koha namazit gjatë gjithë kësaj periudhe, momentin që i kujtohet, edhe pse ka kalu koha namazit, e ka obligim ta fal në atë moment edhe vepron njëjtë sikurse qysh i shfal në kohë pa namazin që shfal në kohën e vet.
E kjo është një mësim i madh për muslimanët në ruajtjen e namazeve të tyre. Jo muslimani ndodh që kjo mundet me ndodh zakonisht në namazin e sabahut, dikush që është lodh gjatë ditës së kaluame ose ka zënë vonja pa gjumë deri për ndonjë arsye, ndonjë udhtim apo ndonjë smundje, edhe nuk i del gjumi deri mas i të lind dielli. Nuk ban me lan tani me thënë, valla tashmë i ka dalë koha, hajde se s'pe fali. Jo, çatëherë ti e ki kohën, çatëherë është obligim për ty. Momentin që e zgju, momentin që tu ka kujtu, çatëherë e ki obligim me fal atë namaz. E nuk guxon kurse si besimtari me lënë që mos me fal një namaz, me lshu një namaz. Ani pse e çu mas kohe, ani pse tu ka kujtu me vonesë. Edhe nëse ndodh dikune nga përtacia, ani me gjithë ato do të me fal. Zguxon besimtari me lënë një namaz, do më thënë me lënë zbrasti në namazet e tij. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve, fa innakum tasiruna ashiyatakum wa laylatakum wa ta'tuna al-ma insha Allahu ghadan. Tha do të arrini, do thot keni me ec gjatë kësaj dite, keni me arrit pastaj te uji aty në Tebuk. Tregon Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu, thot atë natë eca thotën e bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe deri dikur ka mesnata duke ecë me deve isha afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ardh një kotje, filloi të vi gjumi, thotë filloi mu kotë dhe ja nisi mu laku ashtu që është në deve, dhe thotë mu laku anash. E thotë unë shkova afër edhe ja vendosa krahun që mos më e lën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me u rrëzun nga kafsha e tij. Pas gju pa kur gjo, thotë ashtu vazhdom rrugën një cop herë, pastaj thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kfill e vazhdom rrugën. Për zdyti mas një cop herë, thotë pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mor gjumi edhe u kot, edhe thotë unë apet i shkova afër, e majta me krahun tim që mos të bjerë pej deves, edhe ece ma ashtu një cop udhe. Pas një kohë, thotë apet për streti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apet filloi me u kot në devën e tij, edhe thotë unë shkova apet njëjtë e majsha me krah që të mos rrëzohet. Dhe herën e tretë pra kur i dol gjumi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra ishte ter nata, tha men hadha, tha kush është këtu afër meje? I thash unë jam Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu. Tha meta kana hadha masiraka minni, tha çsa je ty vepru kështu me mu? Pra çsa je ty e bë këtë veprim me mu? Thot ma zala hadha masiri mundhu al-layla, thot pse ka filluar domethën nata, unë jam këtu afër teje duke trujt. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Abu Qatadas, hafidhaka Allahu bima hafidhta bihi nabiyahu. Allahu të ruajt për shkak se e ke ruajt pejgamberin e tij. Çashtu që shëruajt e ti pejgamberin e tij, çashtu Allahu të ruajt ty. Pa kjo ishte një dua e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Abu Qatada. Edhe realisht këtë gjem do më thënë si realitet që Allahu azza wa jall i ndihmon ata që ndihmojnë fenë e tij apo sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikur në këtë rast Abu Qatadia që nuk e la të rrëzohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga devja, e përkrahi fizikisht. Qashtu njëjtë ai i cili e përkrah fenë e Allahut azza wa jall, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në çfarë do forme, le ta di se Allahu fuqiplot do ta përkrah. Do ta përkrah me dal fitimtar, me dal triumfues. E kundërta vjen me të kundërtën. Ai i cili e
tradhton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lejon që tjertë me zhyt, lejon që tjertë me për ul, lejon që dikush pa kur farmarë me kap me shtin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fenë Allahut azza wa jall, gjana të reja, risi të reja, që ashtu le ta pret se Allahu ka me trajtu. Për atë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i patfoli Ibn Abbasit sa ka qenë i ri, i vogël, i tha ja gulam, inni uallimuke kelimatin fahfadhha, o djalosh, tha do të mësoj disa fjalë, ma i men mirë. Ihfadhillaha yahfadhk, ruaja Allahun, ai ka më trujtu. Ihfadhillaha tajidhu tujahak, ruaja Allahun, kime e gjetë para vetës, ose kime e gjetë duke drejtu. Nuk është që Allahu fuqiplot me qenjën e tij ka nevojë ta ruaj dikush atë, po kjo ish një formë shprehjes që ruaje fenë e Allahut fuqiplot. Nëse ruan fenë e tij, ti e ke rujt fjalën e Allahut, e ke rujt dinin e tij, e ke rujt që emri Allahut azza wa jall me u përmend ashtu që duhet në këtë tokë. Që kjo i bjen ruaja Allahun. E çka kur ruan ti fenë e Allahut azza wa jall, Allahu ka më trujt ty. Allahu ka më të ndihmu, Allahu ka më të mbështet, Allahu ka më të përkrah deri në momentet e fundit. Ashtu që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka më qenë një grup nga ummeti im, të cilët do të vazhdojnë të jenë të qëndrueshëm këtë rrugë, pra në rrugën e tij e të sahabeve, deri në ditën e Kiametit. Edhe thot atyre nuk do t'ju bëj dëm askush që i tradhton e askush që i armiqson. Pastaj thot Ebu Qatada, masi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thot në kafshën e tij veç flajti deri në atë pikë që filloi të lakohej, thot u largu pej rrugës së karvanit, edhe ju tha ihfadhu alejna salatana, tha keni kujdes namazin, rrini gati, do që ku gjen koha me unal. Dhe thot Ebu Qatada, pra pushum gjithë, domethënë çka ishim, gjithë karvani që ishim, pushuam derisa kjo domethënë tash shkemi duke treguar është versioni e Ebu Qatades të asaj çka përmendëm më herët. Thot pushuam gjithë derisa dielli domethënë që ja kish nis më në ra në fytyrë, në trup, na nxori gjumin. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha irkabu, hypni në për kafshët e juaja edhe ecni, që me u largu pej venit aty ku ishin. Pas kësaj, thot Ebu Qatada, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lypi një enë për me marr abdes, dhe unë ja çova një farë bakalli që e ka pas ky, edhe pejgamberi alaihi salam thot mori abdes, ama nuk e harxhoi komplet ujin. Edhe më tha, ihfadh alejna madja'ataka fasayakunu laha naba. Tha ruje, tha që të ujin që është në ta, tha sepse ka me ndodhë diçka me këtë uj, ka me ndodhë diçka që ka me umajt në mend. Pastaj Bilali radiallahu ta'ala anhu e thiri ezanin, dhe pejgamberi alayhi salam i fali 2 rekat, pra sunet, pastaj e falën edhe sabahën. Pra thot veproj ashtu qysh kish vepru çdo ditë. Pastaj hypi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në devën e tij edhe vazhdoi rrugën, duke gjatë rrugës i nin disa duke fol me zot ult, të thon ma kafaratu ma sana'na bi tafritina fi salatina. Tha çfarë shpagimi ka kjo neglizhenca jon edhe do në shpërfilja jon që e bonëm namazit. Tash do më thënë sahabët, i kapi gajlja që nuk mujtë me fal namazin e sabahut në kohë. E kjo ish, si pas tyre shpërfilje. Tash çka me bona për këtë shpërfilje, do më thënë për këtë mëkat të rënd, çfarë shpagimi ka kjo punë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dëgjoi fjalët e tyre, edhe ju drejtu tha, ema lekum fije uswa, tha, a nuk kini
shëmbëltyr tek unë, a nuk jam unë shëmbëltyr për ju? Pastaj tha, emma innehu lejse fin naumi tafrit. Tha, kur njeri është duke flajt, është në gjumë, nuk ka aty neglizhencë e shpërfillje. Innama at-tafritu ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'a waqtu as-salati al-ukhra. Tha, shpërfillja edhe neglizhenca është kur njeriu i zgjuar nuk e fal namazin deri në namazin tjetër. Faman fa'ala dhalika falyusalliha hina yantabihu laha fa idha kana al-ghadu falyusalliha 'inda waqtiha. E tha, kuna i ndodh që të harroj ose është në gjumë, le ta fal momentin që i kujtohet, momentin pra që zgjohet. E ditën e nesërme, tha le ta fal në kohën e vet namazin. Dhe thot, ky është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka nevojë as për teprim, as për shpërfillje. Shpërfillja është kur njeri është zgjuar. Ndërsa kur është në gjumë, nuk ka aty shpërfillje se ti nuk i kontroll mbi veten tënde. Nuk je ty e di çka aty ndodh. Ec koha, hyn koha, nuk e din. Aty nuk ka shpërfillje. S'ka nevojë pastaj njëri me tepru, me nxjerr, domethënë me shpik gjana të reja që ja si shpagim tash që se kum fal sabahun e që më ka zënë gjumin ka me bë këto. Për ato pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju tha, as jam në shëmbëltyr për juve, çka bëni diçka më shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kur gjë. Veç sikur se çdo ditë mori abdes, e fali sunetin, e fali farzin, e vazhdoi. Ç'kjo është domethënë shpagimi për namazin e tillë. Prandaj do thot këtu e kena një mesazh që njeriu nuk guxon do thot me nxjerr gjëra të reja. Kthehet tek praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë çka ka punu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është domethënë praktika më e mirë, edhe ato kemi shëmbëltyr. Pastaj thot Abu Qatada radhiyallahu ta'ala anhu, kur u bë domethënë mesdita, i than disa njerëz pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, halakna atashna, na ka kap etja shumë, vetë sa nuk na lëshoj shpirti. Pejgamberi alayhis salam i tha, la hulka aleikum, tha, juve s'kam ju kap vdekje. Ani siguroj se dinte Allah azza wa jall çka i ka tregu. Tha, atliqu li ghumri, zgjidhmani çfarë enën e vogël që i pa thënë Abu Qatadas, ruje ujin ta, mos e harxho. Tha, atliqu li ghumri, dhe e thirë Abu Qatadan, e tha, vendos ta qit uj këtu. Edhe Abu Qatada radhiyallahu ta'ala anhu, ja nisi me qit uj, edhe njerëzit i morën enë të tënve, tash aty u të bu, domethënë disa uj, edhe ja nisën i morën enë të tënve, edhe erdhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pe qasaj enës, vazhdojke, domethënë mjau mush enë të tënve. Dhe ju tha, ahsinul mala kullukum se jarwa. Njerëzit ja nisën ka pak më shtyn, tha, ahsinul mala, tha, rrini në rresht mirë, mos u shtyni, sepse çdo kush pe juve ka me shu etjen. E kjo është pe bereqetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me do thot Allah azza wa jall i ka dhënë bereqet pra dhe fizikës së tij, edhe me duat e tij, pra Allahu fuqiplot zbriste bekim. E kështu që gjithë njerëzit i mushën enë të tënve, ato që ka kishin, në fund meti veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe Abu Qatada. A pejgamberi alayhis salam ja afroi Abu Qatadas ta pi. Ama Abu Qatada refuzoi, tha, la ashrabu hatta tashraba ya Rasulullah. Tha, unë spi derisa të pinë ti o i dërguari i Allahut. Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha për zdyti, inne saqil qawmi akhiruhum shurba.
ai pra që ju qet tjerëve me pi, për veti pini fundit. E pejgamberi alayhis salam ish ai që qit ke me pi tjerëve. Pa kjo është pjesë e sunetit. Ai që qet tjerëve me pi, ai për veti pini fundit. Edhe këtë veproi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot Qatada, masi ma tha këtë fjalë, thot unë mora me pi, pastaj piu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjithë njerëzit do thot e shuan etjen e tyre prej çati uji të vogël nga ku kish marr abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U afrun të bukut dhe e përmendum pra më herët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kishte thënë sahabëve, keni me mri nesër të buk, kushdo që shkon, mos mirni ujin nga burimet e tij. Para se me mri komplet karvani, tek veni i burimeve arrin një dy persona ose disa persona të cilët kishin qenë nga radhët e munafikëve dhe nuk e respektuan urdhëresën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi alaihi salam ju kishte thënë që kush të shkon mos të merr ujë, mos të prek ujë. E këta nuk e respektuan. Shkon domethënë edhe i mushën ente të tyre pej atij burimi, kur i kallzon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë, pejgamberi alaihi salam u zemru edhe i mallkoi këta dy persona. Pastaj ju tha njerëzve tjerë që të shkojnë tek burimi, edhe panë që kishmet ujë pak. Që kjo është domethënë ajo farë sharri i njerëzve, sharri munafikëve, sharri atyre që ngutën, sharri atyre që nuk e respektojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kjo kushton njerëzve të tjerë. Sikur sa aty rasti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte tregu Allah azza wa jall për natën e Kadrit, se në cilën natë është. Ama kur doli me ju tregu njerëzve në hutbe, një dy persona e nisën me u përlan mes veti, edhe për shkak që saj që se respektuan pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jall ja pezulloi dijen e natës së Kadrit. Edhe i tha, e dita kur është nata e Kadrit, ama tha u kapën këta dy mes veti, edhe Allah azza wa jall mbani me harru. Po tha, lypnë në netët tek, në netët e fundit. Do thënë, ka njëherë, për shkak të mos respektit të dikujt ndaj fesë, hub bereqeti. Andaj duhet me pas kujdes. Edhe këta dy munafik nuk e respektuan fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e shkelën urdhrin e tij, kështu që uji pastaj mbeti pak, burimet u pakun. Megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi edhe ju tha çato çka kishmet me kap me grushta ka pak edhe me mush një far ene. Me mush një far ene me cilën pastaj do të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori i lau do të thënë lau fytyrën në durët e tij, krahët e tij, edhe ja nisi për zdyti në burimi me qit ujë masha. Edhe njerëzit morën ujë për aty. Do thotë nuk e respektuan fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë ty e marrën qafë një ushtri. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mallkoi këta dy persona. Dhe i tha Muadh ibn Jabalit atë ditë, tha yushiku ya Muadh in talat bika hayatun an tara ma ha huna qad mulia jinanan. Tha o Muadh, tha nëse ki mjaftueshëm jetë, nëse Allah azza jall ka më dhënë mjaftueshëm ymër, tha ki me pa që të pjesë që tu komplet ka me u mush kopshte. Ka me u mbush kopshte. Edhe realisht do të thënë kuna i ka ra me shku ka pjesa e të bukut, qashtu është të buku ka gjelbrim shumë në krahasim me pjesën qendrore të Arabisë Saudite, ku shohim do të thënë thatësirë, shkretin, ndërsa në Tebuk ka gjelbrim.
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë ditë kur zbriti domethënë në Tebuk, shkuan sahabët e shtrun një çadër, pra një çadër prej lëkure, ja bënën gati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me u strehu në ta, dhe pas kësaj pejgamberi alayhis salam ja u majti njerëzve një ligjërim dhe i këshilloi dhe i tha: "Ma fi an-nasi mithlu rajulin akhidhin bi'anani farasihi yujahidu fi sabilillahi wa yajtanibu shurura an-nas." Tha nuk ka ndër njerëz sikur ai personi që e kap kalin e tij për freni vetëm për të luftuar në rrugën e Allahut Azza wa Jall dhe largohet nga e keqja e njerëzve. Wa mithlu rajulin badin fi ghanamihi yuqri dayfahu wa yuaddi haqqahu, edhe sikur shembulli i personit që është dikun në shkretin, i ka delet e tij, mirret me çata, i kujdeset për ta, e në anën tjetër kushdo që i vjen musafir, i rrin gati, i nderon dhe ja u jep hakun. Do thot, i lavdëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy lloje njerëzish. Edhe të dy këta kishin si emrus përbashkët ose si karakteristikë të përbashkët mos zhytjen në përfitne, largimin prej fitnes. Edhe don karakteristike njerit që merret me punë të veta edhe ja jep hakun pra festi, obligime që i ka ndaj Zotit. Ky është domethënë njeri që ose karakteristike njerëzit që Allah Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë lavdru. Këqyr me kry obligimet e veta që i ka, nuk përzihet në përfitën e njerëzve dhe me kët shpëton. Po ashtu në transmetim tjetër të Abu Sa'id Khudriut radhiyallahu ta'ala anhu thot: "Ala ukhbirukum bi khairin nasi wa sharrin nas." Do të doni me ju tregu kush është më i miri i njerëzve edhe më i keq i njerëzve. Thot: "Inna min khairin nasi rajulan amila fi sabilillahi ala dhahri farasihi aw ala dhahri ba'irihi aw ala qadamayhi hatta ya'tiyahu al-maut." Thot njëri më i mirë ndër njerëz është ai i cili punon rrugën e Allahut Azza wa Jall në shpinën e kalit ti ose në shpinën e devës ti ose me kom të veta derisa t'i vjen vdekja. "Wa inna min sharri an-nasi rajulan fajiran jari'an yaqra'u kitab Allahi wa la yar'awi ila shay'in minhu." Tha njëri më i keq, njëri më i poshtër, më i ult është ai person që është fajiran jari'an, është njeri i prisht, i shfrenuar edhe trim. Do thot, qatë shfrenimin e ti që e ka, qatë fliqtin e ti që e ka, e bën me trimrin dhe njerës, me krenari e bën. Do më thënë, hitë si vjen marë që është njeri poshtër, hitë si vjen marë që po shkel fejnë Allahut Azza wa Jall, hitë si vjen marë që shpik të li qfar ideje, të li qfar bidatin fejnë Allahut fuqiplot. Yaqra'u kitab Allah, e lexon librin e Allahut, wa la yar'awi ila shay'in minhu. Edhe thot nuk largohet, nuk distancohet, edhe as nuk punon as pak me mësimin që ka i gjenë ta. Është të folë për musliman, jo për të tjerë, po për musliman, se librin e Allahut të lexojnë musliman. Thot yaqra'u kitab Allah, e lexon librin e Allahut, dhe me gjitha ta, sikurse mos më kanë kur gjë hiç. E kjo është shembulli i kujt? Shembulli i bidatxhive me llojet e tyre të ndryshme, sepse kjo e njëjta përshtatet me ato që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për xhavarixht, do thotë të lexon librin e Allahut dhe nuk ja kalon fytin. Nuk ju shkon në zemër ajo që e lexojnë, po veç me gojë e lexojnë. Edhe kur të këqyr në anën tjetër, domethënë dalin pe dinit të Allahut Azza wa Jall, smetet shaj e dinit në praktikën e njëjtën e tyre. Në që kjo është e njëjta, a lexon librin e Allahut, po klena veprojnë ndryshe. Edhe këtu, pra, fjala është për njerëzit e tillë, e këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka llogarit se sharrun nas, më të këqijtë njerëzve.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shkojnë te Buk, qëndrojnë 20 ditë. Qëndrojnë 20 ditë, ama nuk i ra të ballafaqohej me armikun. E bonën gjitha të rrugë pej Medinës deri atje. Kjo është një argument që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka ditë ghaibin të fshehtën. Ta kish ditë fshehtën, ai kish munu sahabët e tij me ecë me ditë të tëra në çat nxehtë, e në çat uri, e nat etje, nat lodhje me shku deri te Buku edhe çka? Mos mu ballafaqu me armikun. Do thotë që nuk e ka ditë ghaibin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu fuqiplot e ka ditë që këta nuk do të përballen. Po megjithatë nuk i ka thënë me u kthy. As nuk i ka thënë mos shkoni, sepse ka desht çka? Me isprovu. Ka desht me isprovu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë çndroi 20 ditë në Tebuk, edhe nuk u përball me armikun e tij. Por çka bani? E shfrytëzoi këtë rast me dërgu ekspedita luftarake në do thotë në ato troje që ishin për rreth Shamit. Pra në qoshet të Arabisë Saudite sot që është, pastaj ato tokat e Shamit, Jordani, Siria, e tjera. Aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shfrytëzoi që me u dërgu lajmtar fisëve që ishin aty pari. Madje ja dërgoi edhe një letër Herakliut, do thotë perandorit të Romës. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çdo natë gjatë këtyre 20 ditëve e runin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë natës. Thot Abdullah ibn Amr ibn Asi radhiyallahu ta'ala anhu, pejgamberi alayhi salam gjatë kësaj kohë thot falte namaz natë dhe sahabët i ofroshin te tenda e tij edhe e runin që mos me i vot dikush keq. Në njën prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregoi sahabëve, ju tha amma innaha satahubbu al-laylata rihun shadid, tha sonte ka me fry një frymë e madhe. Fala yaqumanna ahad, andaj mos të gabon askush me uçu në kom. Rini qashtu në për tendat e juja, në venet e juja, shtrir, mos gaboni me uçu në kom askush. Wa man kana ma'ahu ba'irun falyaqilhu, ai që ka deve me veti, tha le ta lidh diku. Edhe dihet domethënë që devet kur i kanë lidh, përveç që për kopresh i kanë lidh për dikujt, po ja kanë lidh edhe këto kom që mos më uçu devja në kom, por më nejt ashtu ulur. E thot sahabiu i ndershëm Ebu Humeid as-Sa'idi, thot atë nat ashtu veprum qysh na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i lidhëm devet edhe për më thot frymë fuqishme, saqë një person i cili nuk e dëgjoi fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u çu edhe nisi dol në rrethin me lyp devën e vet se nuk e di ke ku i kishmet, a thotë barti era edhe gjujti domethënë në kodrën taj. E bajti era edhe gjujti tutje në kodrën taj. A ditë sahabët gjatë atyre ditëve, do thotë sahabët morën në disa mësime tjera prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregon Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, thotë se pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Tebuk duke marr abdes e duke i la gjymtyrt ka një herë. Se gjithë janë mësuar me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur merr abdes me i la gjymtyrt ka 3 herë. E thotë këtu e pa të pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i la gjymtyrt e tij të abdesit veç ka një herë. Durt një herë, gojën një herë, fytyrën një herë, krahët një herë, gjitha veç ka një herë. Edhe kjo domethënë llogaritet abdesi plot. Ka edhe transmetime tjera që kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke marrë abdes me ka 2 herë. Transmeton Ibn Abbasi, thotë kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke marrë abdes me ka 2 herë. Andaj njëri domethënë monet me i praktiku të trija. Në rast të përshkak kur është diçka për gut ose ka mungesë të ujit, mundet me shkua me atë më minimalen, me i la gjymtyrt që janë farz veç ka një herë. Sikur që ka vepruar Aliu radhiyallahu ta'ala anhu.
Pra, transmetohet për ti që e kanë pa, duke marrë abdes, edhe ka la veç gjymtyrt që farz. Ka la kriht, ftyrën, ftyrën kriht, i ka dhënë mes kokës edhe i ka la komt veç ka njëherë. E ka thënë kështu e kum pa pejgamberin s.a.s. të marrë abdes. Pastaj ka, sikur kjo këtu, që kanë pa ka njëherë, po ty i la gjymtyrët e tjera. Pastaj hadithi ibn Abbasit me ka 2 herë, edhe hadithi e Uthmanit me ka 3 herë. Andaj, njëri domethënë mundet me zgjedh cilat do mbaret prej situatës ku është. Gjatë këtyre ditëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i erdhi një person Malik ibn Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu, tregon thot pa ta shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa ka qenë te Buk, edhe pa ta gjet në një tent të lëkurës, edhe kur i afrova i dhash selam, ma ktheu selamin edhe tha hyr. E thasha me hy krejt ja Rasulullah, po tha hyn krejt. A pasaj ndër këshillat që ja kishte dhënë u'dud sitten bejne jedej sa'a. Numroj 6 eventet, kështu më thënë kushtimisht, ndodhit të mëdhaja para se më ndodh kiameti. E para tha mauti, vdekja ime. E dyta tha fethu Bejtil Maqdis, çlirimi i Xhamis Aqsa ose Kudsit. E treta tha mautani ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam, një smundje që ka më u përhap ndër ju, sikur edhe do thot kam u marr, sikur se çyshimera e far mortaja e deleve, një lloj e smundje të deleve. Tha që ashtu kam ju ndodhe juve. E këtë dje domethënë në histori që quhet Ta'un Amwas, që ka ndodhur edhe sahabë, pra mortaja e Amwasit ku kanë vdek sahabën ta. Pastaj tha istifadatul mal, ka me u përhap pasuria. Pasuria ka me qenë me bollëk shumë. Hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinarin fayadhallu sakhitan. Deri në atë pikë sa që njëri të jipen 100 dinarë dhe vazhdon mos me qenë i kënaqur. Që i bën se njerëzit për shkak që ka më pas pasuri me bollëk, sasitë e vogla, shumat e vogla nuk kanë me amush, pra nuk kanë me amush synin. Thumma fitnatun la yabqa baytun min al-arabi illa dakhalathu. Pastaj tha ka më ardhur një fitnë që nuk ka më met shtëpi e arabëve pa u përfshin ta. Një fitnë që s'ka më met shtëpi arabe pa u përfshin atë fitnë. Pastaj tha thumma hudnatun takunu bainakum wa bain bani al-asfari fayaghdirun. Pastaj do ta keni një armpushim ose një kohë periudhë marrëveshje mes juve edhe Banul Asfar. Banul Asfar janë domethënë me përkthy bukfalisht i vjen të bite të verdhëve. Është fjala për racën e bardhë kënej, përkatësisht domethënë romakët, që i bjen evropianët, neve në rrok që aty Ballkani e tjera. Tha do të thotë një marrëveshje armë pushimi, me thënë kushtimisht, mes juve atynve, fejaghdirun. Ama tha, ata kanë me ju tradhtu, kanë me shkel. Fejetunekum tahte 80 gajeten, tahte kulli gajetin 12,000. Tha kanë me ju ardhë me 80 flamuj. Me thënë me 80 batalione. Se si batalion nën flamurin e vetë, edhe se cili batalion kam i pas ka 120.000 ushtar. 120.000 ushtar. Dhe thot kjo sa i bjen? Nështë 8 milionë ose ma shumë. Ma shumë se 10 milion ka mundësi më rrinë. Dhe thot një ushtri e madhe e kufarëve evropiane të anej që janë, që kanë me i tradhtu muslimant. E kjo,
në bazë të përshkrimeve, është në që hala s'ka ndodh, do të ndodh para ditës së Kiametit. Allahu i bëft i forcof musliman, domethënë në ato kohë. Gjatë këtyre ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pyet edhe rreth dispozitave të sutrës së namazit, se sa do të më qenë sutra e muslimanit kur të falet. Sutra i thënë asaj pengesës që muslimani e ka përpara gjatë namazit të tij. Edhe kjo është prej sunetit të me vendos sutra. Sutra mundet me qenë muri, mundet me qenë shpina e dikujt, mundet me qenë një objekt çfarë do qoftë, por jo gjallës. Jo gjallës ose fotografi ose diçka e tillë, as skulpturë gjallësave, sepse ajo është forme e adhurimit. Por shpina e personit, muri, e nëse s'ka hiç, e kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, çka mundet më kon diçka që mas pakti mundet më llogarit sutra, ka thënë një objekt sa shala ose sa fundi i shalës së devës, ose shalës së kalit. Se shala do të thënë në fillim e ka një farë druni, në fund e ka një farë druni, ku e kanë përdor ose përpara për majt, po për mas më pështet pak edhe për më majt. E ka thënë çaq, ajo i bën ndoshta sa krahu, ose një objekt i këtill, nuk prish punë, me vendos njëri para vetes kur të falet. Pra është kjo pej sunetit. Sidomos kur je brenda një objekti, atëherë mundesh me shku te një mur ose te një xhamit që kanë shtylla, shkon afër një shtyllës, ama nuk është e udhës muslimani me u fal pas sutre. Po duhet me pas një sutre. Edhe hapësira mes personit të sutrës do të më qenë qatë sa, kur të bjenë në sejdë, mes teje sutrës më kanë një hapësirë sa mundet me kalu, kushtimisht me thënë një dele, 30-40 cm parafësisht, do në qëjë distancë me qenë, masi të bjenë në sejdë, qëjë distancë me qenë mes teje edhe sutrës. Në rastin e këtil, do më thënë, kur ki sutra, nuk i lejohet askujt më të kalu mes teje edhe sutrës. Çdo kush që kalon, do të më kalon nga mbrapa sutrës. E jo mes teje edhe sutrës, sepse aty ka ndalesë. Aty ki drejt domethënë me aqit dorën edhe mos më lën me kalu. A nëse nuk vendos sutra, pastaj mund me kalu njerëzit, ti e çet dorën, po realisht ti je fajtori sepse nuk i vendos sutra. Dhe kjo ka qenë domethënë përgjigjja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rreth sutrës. Gjatë atyre ditëve transmetohet domethënë edhe një gjë tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka praktikuar. Do thotë tregon Abdullah ibn Omeri, thotë ja solli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do djath. Edhe të mori një thik, bëni bismillah edhe prej. E hangri. Këto i kanë kushtuar rëndësi domethënë sahabët, kanë transmetuar edhe gjanat që ka hangër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra këtu përmend që ka hangër djath, diku në një vend tjetër përmend që ka hangër misht pulës, diku përmend që ka hangër sewiq i thënë sikur tash çervishi çush e përdorum na. Çervishin me omelon një kohë ajterët. E kjo ka qenë ushqimi i përshtatshëm për në udhëtime, sepse kur është terë, veç e kanë qitë pak ujë, e kanë përzi, u bo apet i njom për me ngram. A këtë kanë pas ushqim dhe vëhën të në përudhtime, e përshkruhet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hangër edhe çervish në udhtimet e tij, e kështu me radhë. Edhe dhe vëhën në ditët e Tebukut, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra transmeton që ka hangër djath. Gjatë atyre ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u përmendi sahabëve edhe ja u dha disa këshilla edhe rreth çka duhet me vepru njeriu kur goditet një vend prej murtajës.
ndoshta ka qenë domethënë masi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka përmend atij sahabiut ja ka përmend ato 6 gjanat që kanë më ndodhur para kiametit, e aty u përmend edhe murtaja, e ka mundsi dikush e ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ose është sjell mohabeti, edhe pejgamberi alayhis salam ju ka thënë idha waqa'a at-ta'unu bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Ka thënë nëse murtaja e prek një vend edhe ju jeni në ta, mos gaboni me dal prej aty. Ju jeni në ta, mos gaboni me dal prej aty. Wa idha waqa'a wa lastum biha fala taqdumu alayh. E nëse ka bjen me një vend, e ju nuk jeni në atë vend, mos shkoni në ta. Ky ka qenë mesazhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mas disa vitesh ju bjen sahabëve me praktiku. Ju bjen sahabëve me praktiku kur e godet, domethënë mortaja e Amvasit që përmendëm pak më herët, edhe përmendet do thotë që ka pas në atë qytet disa prej sahabëve, tregohet që Omeri radhiyallahu ta'ala anhu u kanë të shku në çat qytet. Dhe i kanë thënë mos shko se është në top murtaja. Pra këtë mësim që e morën në ditën e Tebukut e zbatun mas disa vitesh. Kjo është mësim për musliman që nuk duhet me i neglizhu momentet e dijes. Nuk duhet me i neglizhu mejliset e dijes, aty ku mësohet feja Allahut azza wa jall. Sepse nashta është një mesele që thu, pa sham vyn për mu mesele e sutrës, mesele thjesht. Amo ka mundësi vjen dita kur ty të vynë çaja. Edhe nëse e ki pas mundësin me mësu, edhe nuk e ke mësu, ki me dhonë përgjithësi para Allahut azza wa jall. Se dikush thot, po tash Allahu fuqiplot neve na fal nëse veprojmë diçka nga ignoranca, nga padia. Po është e vërtet. Nëse paraqitet një mesele që kur s'ki pas mundësi me ni. Sikur se që i ka ndodh, domethënë Omerit radhiyallahu ta'ala anhu edhe Amar ibn Yasirit që janë kanë me një udhtim edhe ju ka harxhu, i s'kan pas kur gjë, çka më bë për namaz, njëri është fal çashtu domethënë pa kur gjë, ky tjetri u shkarravit në për dhe gjë për tejmum, ka thënë ndoshta ban edhe kanë vepru. Kjo kanë çka një rast që s'ju ka ra me një kur pejgamberi ose nuk e ka spjegu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aty arsyetohet njëri. Ama kur jena si raste që ti e ki pas mundësin me mësu, është përmend meselja, o mësu meselja, e ti e ke neglizhu, atëherë do je përgjegjësi për Allahut azza wa jall. Se kur vjen puna tani, çysh më apo bre, hajt se ja bëj çështu. Apo tani po vepron për mendjes tënde, në fe nuk ka më vepru për mendjes. Po unë se kom dit, se ki dit, po ki pas mundësin me mësu. E merresh në pyetje te Allah azza wa jall për këtë çka ki pas mundësin me mësu, po nuk e ki mësu. E këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i këshilloi, tha, kur të bjen diku murtaja, mos dilni prej aty. Sepse kjo bjen ndesh me kaderin e Allahut azza wa jall. Dalja jote pej ati vendi nuk është që ka më të pështu pej dekës. Dalja jote pej ati vendi vetëm që ka mundet me shkaktu të lashe me e qitë smujën jashtë vendit. Nëse që aty u koni e izolume murtaja, edhe ti del jashtë ati vendi, e përçon smujën e matutje. Edhe borë sebeb, dikush tjetër me usmun, do shta me vdek. Në ti bosh shkaktar për të keq. E nëse qëndron aty, prapse murtaja nuk është ajo që ta merr jetën. Është Allah azza wa jall që ta shkruan në vdekje. Sa raste ka kur ka ra murtaja me një vend edhe jo të gjithë kanë vdek. Do kanë vdek, do kanë pështu kry. Po dhaj që është jashtë nuk ka nevojë me shku brenda qytetit, sepse i bën me shku me ekspozu veten ka shi fitness. E kjo është një parim i përgjithshëm fetar që muslimani s'ban me ekspozu veten ndaj fitness. Përveç në rast nevoje. Tu ulemat e kanë përmend. Te kjo far puna e murtajes. Ka thënë dikush që është marrë në qytetit, nëse është nevoje patjetërsueshme,
thënë lejohet me dal. Nuk është domethënë haram ose kufër, me dal bish në kufër. Jo. Ama nuk duhet, nuk është e udhës me dal. Përveç në raste të patjetërsueshme. Ose kundërta, në raste shumë të nevojshme, ban personi me hyrë në qytetin ku ka rënë murtaja. Po, domethënë sepse murtaja nuk është ajo që vret, po është Allah Azza wa Jall ai që e marr jetën dhe e jep jetën. Murtaja është vetëm një sebeb. Gjatë atyre netëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ardhe dhe një mesazh pra për shpalljes. Tregon Abdullah ibn Amr ibn As i thot gjatë atyre netëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falej natën edhe sahabët e runin, domethënë tendën e tij. Në një prej netëve masi e kreu pejgamberi alayhis salam namazin e tij, ju tha sahabëve laqad u'titu al-laylata 5 ma u'tiyahunna ahadun qabli. Tha mu kanë dhënë 5 gjana sonte që askuj para meje s'ju kanë dhënë. 5 gjana që ju kanë dhënë mas pari, domethënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha ursiltu ila an-nas 'ammatan wa kana min qabli inma yursalu an-nabiyyu ila qaumihi. E para jom dërgu tek njerëzit në përgjithësi si pejgamber. Ndërsa thot para meje pejgamberët dërgoheshin vetëm tek çka? Tek një vend i caktuar, tek një komunitet i caktuar ose tek populli i vet. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është dërgu për njerëzit në përgjithësi, për gjithë botën. E dyta wa nusirtu ala al-aduwi bir-ru'bi walau kanat bayni wa baynahu masiratu shahrin muli'a minni ru'ba. Allah Azza wa Jall më ka ndihmu domethënë në rast të lufte me tmerrin që e fut në zemrat e armiqve. Edhe nëse armiku është 1 muaj larg, thot ju futet tmerrin në zemrat e tyre. Kjo, pra çka? I përket pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe gjithë atyre që ecën rrugës tij. Wa uhillat li al-ghanaim wa kana min qabli yu'dhimuna aklaha. Thot mua më janë leju plaçkat e luftës. Ndërsa thot ato para meje që kanë qenë e llogarisin diçka të rëndë, të madhe me bë me hangër plaçkën e luftës. Me marrë, me shfrytzu, me përdor për veti. Kanu yahriqunaha. Gjithë plaçkën e luftës çka të bonin, e marrnin edhe e digjnin. Kjo ka qenë domethënë suneti i popullit të mëhershëm. Thot wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura aynama adrakatni as-salatu tamassahtu wa sallaytu. Thot edhe për mua toka është bë masjidan wa tahura. Vend falje edhe pastërti. Vend falje edhe vend pastrim. Kudo që më zën namazi, thot unë muj me marr tejmum edhe mu fal. Nëse s'ka ujë. Unë me dheun e tokës, mundet muslimani me marr tejmum edhe mu fal. Kudo qoftë, fush, çfarë do vani që është. Wa kana min qabli yu'dhimuna dhalika inma kanu yusalluna fi kana'isihim wa bi'ihim. Thot para nesh njerëzit nuk e banin këta, e llogaritëshin diçka të ndaluar dhe faleshin vetëm në kishat edhe sinagogat e tyre. Edhe pesta thot hiya ma hiya. E pesta është diçka veçantë. Qila li sal. E pesta. E çka është e pesta? Thot mos thon mua, ka thënë Allah Azza wa Jall, kërko. فإن من قبلك سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة. Më kërko çka do. Sepse ata që kanë qenë para teje pejgamberët e tjerë, gjithë kanë kërku ka diçka që ne ja u kemi përmbush, ja kemi dhënë. فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة. E thot unë lutjen edhe kërkesën time e lash, e vonova për ditën e Kiametit. فهي لكم
fehije lekum. Kjo është dhurat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij. Dhurat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ja dha Allahu azza wa jall. Një dua që si nuk i kthehet mbrapsht, sigurt i pranohet. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ç't privilegj e mori edhe ja dha ummetit vet. Fa fehije lekum wa liman shahida an la ilaha illa Allah. Tha kjo dhurat ose kjo lutje, ta unë do ta bëj në ditën e Kiametit për ju edhe për gjithë ata që dëshmojnë se nuk ka të adhuruar të denj përveç Allahut. Kjo është wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, që ka zbritur në surën Duha. Allah azza wa jall ty ka më dhënë deri të kënaqësh. Edhe nuk ka me u shpreh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë ditë i kënaqur pa ummetin e tij. Rabbi ummeti, o Zoti im, ummeti jam ku janë. E kjo është një privilegj madhështor. Fehije lekum wa liman shahida an la ilaha illa Allah. Kjo është për ju edhe çdo kënd që dëshmon se nuk ka të adhuruar të denj përveç Allahut. Në shahadeti la ilaha illa Allah. E kjo padyshim do më thënë që është një mesazh që kuptohet në hijen e argumenteve shariatike që kanë ardhur, nuk është thjesht për atë që deklaron la ilaha illa Allah edhe pastaj bën çka don, po është për atë që deklaron edhe jeton me ta. Se nëse ti thu unë jam mjek. Edhe pastaj kur nuk merresh me punë të mjekësisë, a i bjen që e ki thënë të vërtetën? Jo. Nëse thunë jam i sinqert, edhe pastaj rran. Ka të cilësh, a do thot që je për i sinqert? Jo. Nëse thu la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar të denj përveç Allah, edhe pastaj kur sa adhuron Allahun, a i bjen që e ki pas sinqerisht? Jo. Nëse ti e maron një shtëpi, pastaj e rënon, a i bjen që ki shtëpi? Jo. E kjo dua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të jetë ndërmjetësim për ummetin e tij në ditën e Kiametit, që Allah azza wa jall me e shpëtu ummetin e tij. Gjatë këtyre ditëve të Tebukut tham pra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dërgoi disa ekspedita luftarake dhe aty ndodhen edhe disa marrëveshje, disa armëpushime realisht, marrëveshje me fiset të caktuara që ju dorëzuan, domethënë disa kabile, disa vende ju dorëzuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjëra të cilat inshallah kena mi përmend në takimet e tjera, pasi që nuk na premton koha më gjatë, por që përmbajnë mësime për muslimanët deri në ditën e Kiametit. Lutem Allahun azza wa jall që na forcoj në fenë e tij, lutem atë që të na mundsoj ta jetojmë këtë jetë qysh ajo është i kënaqur, e pastaj të na ringjall në botën tjetër me njerëzit e mbarë, me njerëzit e mirë dhe me grupën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ila Allah.